dëshmitari kishte 15. Dhe fatkeqësisht të 15 ishin shqiptarë. Vërtet, këtë rast kur po e shënon në 90 vjetorin e linjës Adem Demaçit, është problem të ndohet cila është pjesë më ndryshme, cila është më rëndësishme, cila është më domethënëse për jetën dhe veprën e Adem Demaçit, dhe nuk e kam lehtë të përcaktohen në për cilën. Po megjithatë, ty mos i marr burgjet si ndëshkim, duke mos i marr burgjet si dënim, ty marr burgjet si vujtje, larg asaj. Ty marr për veprimtari për shajisht e Burgos, dhe qëndrimin e tij para burgut, edhe projektin që kishte shu përgjigje vitin 1964, në kuadër të organizatës Lëvizja Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve, unë kujtoj që këto 3 momente pa cilat jeta e Adem Demaçit do të ishte e paplotësuar. Dhe që t'ju shkojmë pak me radhë, kur ra për herë të parë në Burg Adem Demaçi? Adem Demaçi në Burgos herën e parë me 19 nëntor vitit 1958. 22 vjeç. 22 vjeç. Dhe dënohet për propagandë anësuar kundër Jugosllavisë. Hetuesit, pra udhbashët, gjykatësi hetues, prokurori, trupi gjykues dhe kryetari trupi gjykues, që të gjithë, për arsye të kohës, mos përmenden, janë të gjithë ose serb ose malazeze. Dëshmitari kishte 15. Dhe fatkeqësisht të 15 ishin shqiptarë. Pra 15 dëshmitarë ishin shqiptarë. Po. Se zakonisht në proceset politike, sidomos kohën e Serbisë dhe Jugosllavisë, edhe të Serbisë parë, edhe dytës, të Trankovicit, të Titës, dëshmitarë zakonisht kanë akuzuar të akuzuamin. Jo për ta mbrojtur. Edhe këta ishin 15. Dhe Adem Demaçi kryen hetimet e tregon herë gjatë ballafaqimit. Në 15. Ose kish pa shok gjimnazit, ose shok të studimeve në Universitetin e Beogradit, ku studion të letërsinë botërore, ose në Rilindje ku punonte si redaktor i letërsisë botërore bashkë me Sulejman Drini në Zyri. Dhe gjatë ballafaqimit të 15 para arsye të kohës, se përmendni kreti i ditë janë dokumentet, thot më dhimbseshin, vinte keq për tyne, e ulshin kokën, ngushtoheshin, që këshin deklaruar, jo spjoj, mirë me vesh, ata s'ishin spjoj, ata këshin intelektual, 3. E pju thëmë njërë, falë një mërë shlirë, po qa po ngushtohoni, kreqa po mi thonë, unë i kom thonë, edhe apet po i thëmë njërë, edhe do të më bashku Kosova me Shqipnin, edhe do të më nalë aksionet e armëve, edhe do të më nalë krimin e Shqiptarë. Jo, falë një shlirë. Dhe fjala e fundit, si kur ta burra, kaq pa drejtësish që po gjykohen atje, por jo se Adem Demaçi që kish vepru. Se ata për vepra që i kanë vë, pa dyshim meritojnë dekorata. Fjalën e fundit prokurori serb Kalogjerović i thot, ti kreti ke pasë. Mas pare je redaktor i letërsisë botërore, ke rrogë mirë. Ke studiuar në Beograd, në Universitetin Shtetëror. Ke shku tregime, ke votu romanin e parë, ama bashkë s'fesi ima. Kreti ke pasë. Qa ke lypë? Cile është përgjigje? Për theksaj. 22 vjeç. Cile është përgjigje e Demaçit? E Demaçit thot për histori.